Unë mendoj që është një përzierje mes një keq administrimi, politizimit, administrimit arsimit dhe mosmbajtje përgjegjësie totale nga ana e drejtuesve, nga ana e njerëzve përgjegjës të sektorëve, sepse nuk është thjesht ideja tash që themi edhe ministra, se ajo patjetër, do thoja politik, programor, sepse të flasësh për sigurinë në shkolla, do të thonë zakonisht kur ti përmend emrin shkollë, ke parasysh që do përmirësosh pak cilësinë e shkollës, cilësinë e edukimit, kushtet, logjistikën e gjitha, ndërkohë që ne po flasim mos vdesësh, e kupton. Shiko ku ka vajt debati dhe janë bërë shkollat si lloj kazerme, por shkollat janë rrethuar nga aktivitete të tjera, tregu, pallati që ndërtohet, ku të di unë, shërbime pafund që kalojnë aty. Pra një lloj kuptimi, shkolla në vetvete është zhytur në një kaos total, nuk ka shkolla e vetë qetësi, kur nxënësi futet brenda të jetë komplet i përkushtuar për shkollën, dhe kemi kthyer në një mjedis normal urban. Ky për mua është problemi thelbësor që ka shkolla dhe për mendimin tim zgjidhja duhet të parë në raport me këtë, do të çfarë mund të bëhet me këtë. Unë mendoj që është një kolapsim i plot politik në radh parë i qeverisjes, e cila sigurisht ka prodhuar një dramë cilën shoqëria shqiptare ka shumë vështirë ta absorbojë, ka shumë vështirë ta përballojë dhe na takon neve pastaj që jemi pika fundore që na bie tërë ky siklet të merremi, të arsyetojmë, të flasim për të